10 ish drejtues të ushtrisë qërimtare të Kosovës ishin përmendur si të akuzuar potencial të dhomave të specializuara të gjykatës speciale, ende pa u votuar ndryshimet kushtetuese në vend. Task Forca Speciale e Bashkimit Evropian e themeluar në vitin 2011, 3 vite më pas, pikrisht në korrikun e vitit 2014, kishte publikuar raportin sipas të cilit kanë gjetur se ka pasur dhunë dhe krime ndaj pjesëtarëve të komuniteteve pakic, por edhe ndaj figurave politike gjatë luftës dhe pasaj. Por ishte thënë se të gjitha hetimet do të mbaheshin të mbyllura derisa të formohet plotësisht gjykata speciale, edhe pse specialja ka shënuar hapat e parë drejt funksionalizimit në një përgjigje përmes postës elektronike të zyrës për informim të Task Forces nuk japin më shumë detaje se ku kanë arritur hetimet. Madje Joao Souza, zëdhënëse e Task Forces për Tribuna Channel përmes postës elektronike, ka sugjeruar që të konsultohet raporti ish prokurorit Cliff Williamson. Kjo deklarat përmban të gjitha çka ne mund të themi në këtë fazë lidhur me gjetjet tona hetimore. Çdo gjë që shkon përtek saj mund të jetë spekulim dhe ne nuk do të konfirmojmë e as mohojmë pasi hetimet janë duke u zhvilluar, ka thënë ajo. Ish prokurori special i Task Force-s së BE-s, Cliff Williamson, kishte deklaruar se mund të ngritet vetëm një akt akuz, ku do të përfshihen 10 ish drejtues të UÇK-s. Ne e dim se kush janë ata persona për të cilët ne mendojnë si janë përgjegjës për këto krime dhe hetimet do të vazhdojnë dhe do të jenë të fokusuara mbi ta. Por kjo Task Force nuk ka gjetur dëshmi të mjaftueshme për pohimet e Dikmartit për trafikim organesh. Në dyshimet për trafikim organesh me njerëz gjatë luftës në Kosovë është përmendur vazhdimisht shtëpia e Verdh, një shtëpi në Burrel të Shqipërisë, ku thuhet se janë bërë transplantime të ndryshme organesh. Kurse prokurori aktual, David Shfendiman, në gushtin e vitit të kaluar, ka dhënë sinjale se do të udhëheqë dhomat e specializuara të prokurorisë së gjykatës speciale. Task Forca Speciale për hetimin e krimeve të luftës është formuar nga Bashkimi Evropian për të hetuar krimet e kryera në Kosovë, të ngritura nga ish raportuesi i Këshillit të Evropës, senatori zvicran Dick Marty.